Përshëndetje dashumiq, e di që s'keni nerva, po thjesht do bëj një tip analize të shkurtër për 4 finalistët e Big Brotherit. Duke nisur nga Mateoja. Mateo ishte një personazh i cili nuk kishte pritshmëri në fillim, sepse hyri si banor si një ish konkurrent i përputhën, duke pasur me vetat para gjykimit. Por me kalimin e kohës tregoi që është një djalë këmbgulës, luftarak, i qëndron besnik i ideve të veta, mendimeve të veta. Edhe arriti që edhe me sinqeritetin e tij, edhe me guximin e tij të kalonte disa sfida, disa provokime të forta që ka patur, edhe sot e meriton të jetë tuk është. Rogerti më pas, duke patur mbikurris peshën e vonesës që hyri në Big Brother, u fut me një agresivitet të kalkuluar përpara, një lojtar që s'mund ta kesh as mik as shok, me një teknik për çaj dhe sundo, arriti të provokoj personazhe pafund, arriti të krijoj një frym në shtëpinë e Big Brotherit ku shumica e banorëve ose do ta kishin frikë, ose do tentonin ta krijoshin aleat ose të krijoshin afirmitet me të. Sigurisht ata që donin ta sulmonin ishin ata të cilët treguan edhe gjatë Big Brother që kishin karakter, personalitet, dhe ishin ata që nuk lejonin që dikush të te kalonte për tej. Atëherë, Selin për mendimin tim një ndër lojtarët më të mira të 2 ose 3 Big Brother të fundit, duke llogaritur dhe moshën e saj, shumë artikuluar, me një sens vetmbrojtje të papar, pak agresive, manipulatore hera herës, shumë e vëmendshme gjatë lojës, egoiste për sa i përket prap lojës, por një lojtare që gjithashtu arriti të tregonte ngjyra të ndryshme. Ndryshe për shembull themi nga Rogerti, i cili tregoi vetëm anën e tij agresive. Ajo arriti të tregonte anën njerëzore, pozitivitetin, humorin era herës, batutën. Kështu që e merituar totalisht Selin, dhe sigurisht për mendimin tim janë podin final me mirin. Më pas të dashumiq, për ta mbyllur analizën e sotme, kalojmë tek Gjiku. Gjiku, për mendimin tim, një ndër personazhet më pozitiv të Big Brotherit, mos themi më pozitivi. Pozitiviteti i tij ishte gjithashtu dhe pika e tij e dobët, e cila shpeshherë ju kthye në bumerang kundërt, duke pasur parasysh që ne shpeshherë gabojmë, duke i konsideruar njerëzit si vetja jonë, edhe duke dhënë më shumë se që mund të marrim mbrapsht. Gjithashtu një pikë e tij e dobët ishte mungesa e agresivitetit edhe e sulmit, sensi i fortë i vetmbrojtjes, të cilën Selin e kishte, gjithashtu dhe Mateo. Miri kishte një sens vetmbrojtje shumë qytetar, që në fakt nuk duhet të jetë një anë negative, duhet të jetë një anë pozitive, por në një territor siç ai u ndodh, kjo ishte anë negative.